Bilal al-Abasi rahimahullah dhe radiallahu anhu tregon për Hudhejfën radiallahu anhu se kur i vdiqte Hudhejfës radiallahu anhu do një familjes, u thoshte njerëzve mos njoftoni ose mos lajmëroni për vdekjen e tij askënd, sepse unë kam frikë që mos tjetë kjo do më thonë na'i, ajo do më thonë njoftimi se si e kanë bërë do më thonë në kohën e gjahiljetit. Sepse unë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam se ndalonte an-na'i, ndalonte do të thonë na'i. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se an-na'i, lajmërimi ose njoftimi, është dy llojesh. Lloji i cili është i legjitimuar dhe i lejuar, dhe lloji i cili është i ndaluar. Lloji i cili është i lejuar dhe i legjitimuar, thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimullah, me i njoftu njerëzit për vdekjen e filanit që ato të marrin pjesë në xhenazë, dhe t'ja falin namazin e xhenazës dhe ta varrosin. Dhe që me shpresu do më thonë në shpërblimin e pjesëmarrjes në xhenazë, dhe po ashtu edhe ato dobit që i ka do më thonë në i vdekuri kur marrin sa ma shumë njerëz do më thonë për muslimanëve, për monoteistave pjesë në faljen e xhenazës së tij. Kurse ajo që është ndaluar, thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, është kur njerëzit me lajmërimin ose informimin ose njoftimin synojnë do më thonë të shtohet sa ma shumë numri që ato të krenohen dhe të mburen. Nuk është do më thonë tash qëllimi këtu që me marë pjesë, që me marë ata pastaj edhe shpërblim të Allahu subhanahu wa taala për pjesëmarrjen e tyre dhe po ashtu të jetë sa më dobishme për të vdekurin që ata sa më shumë lutën për të. Jo. Por qëllimi është do më thonë që numri të shtohet dhe ato të krenohen dhe të mburen, pastaj me thonë a pa sa kishte kështu më radh. Thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo do më thonë kthehet te çështja e niyetit dhe synimit. Te çështja do të thonë e niyetit dhe synimit. Se do shohim tash do më thonë në vazhdim se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka njoftu, i ka lajmëru sahabët e tij ridwanullahi alehim për vdekjen e Nejashijut rahimahullah dhe ja kanë falë xhenazën. Që kjo tregon thonë, kjo ka një farë lloj mënyre do më thonë që është e lejuar. Nuk është do më thonë çështja ose kështu në mënyrë absolute ose kështu në mënyrë do më thonë absolute. Po do më thonë na është edhe sipas niyetit dhe synimit. Por thotë Sheikh al-Albani rahimahullah që thirrja në minare, ose që me njoftu do më thonë në përmjet minares dhe do më thonë ata që vazhdojnë do më thonë zërin e atit personit, kjo është do më thonë na'i si pas kohës së gjahiljetit. Do më thonë njoftimi për vdekjen e një personit në minare, kjo do më thonë është ajo do më thonë që është ndaluar dhe është do më thonë ai lloj të njoftimit që ka qenë do më thonë ose është i ngjajshëm do më thonë me atë që ka qenë do më thonë kohën e xahiljetit, që ata do më thonë kanë dalë në për tregje dhe kanë do më thonë dhe kanë thirrur do më thonë me zë të lartë, duke njoftuar do më thonë për vdekjen e donjë personit. Edhe kjo do më thonë thotë Sheikhu Sheikh al-Albani rahimahullah se kjo është në vete do më thonë e ndalume dhe ka gjëra tjera që po ashtu ndërlidhen me këtë që janë të ndaluara, a ajo është do më thonë marrja e shpërblimit për atë thirrje. Marrja e shpërblimit do thonë ata o xhallarët, është ashtu. Ai po si qofë lek nuk e bon atë, ai thoni sallin. Ju çfarë njerëz gjuhës sini? Shikoj Jusufi thot po. E bëj madhe, dibra e madhe. Si thoni ju? Ne i themi sall këtu. Thirrja e sallit, që ata do më thonë këto njerëzit bidatit njoftojnë do më thonë në thirrje se filanit ka vdek
varimi do jetë pas drekës ose pas ikindije te varrezat e qytetit ose te varrezat e fshatit e ku di shumë e radhë. Lajmërim, thjesht lajmërim. Si do qoftë, ajo është domethënë lajmërim, njoftim, ama te ne domethënë e kanë zbukuru pak këto njerëzit bidatit, i kanë thonë sall. Do thonë që pak me paketu, me amballazhim domethënë sipas domethënë se është fjalë arabe, do shta mos jetë prej fesë, se kështu e kanë paketu domethënë me i mashtru njerëzit domethënë. Për sallin, për me thirr sall ai hoxha filan fisteku, ai se bën pa mos më iqu lek. Domethënë 500 dinar, 1000 dinar kështu me radhë. Edhe e bën një gjë e tillë domethënë, thot Imam Al-Albani rahimullah se një gjë e tillë ajo në vete është ndaluar dhe plus marrja e lekut, domethënë marrja shpërblim për këtë vepër, edhe ajo është domethënë po ashtu e ndaluar dhe i përngjan domethënë asaj që ka qenë në kohën e xahilietit, në kohën e xahilietit.